Po ne kemi kërku, domethënë përmes palës ndërmjetësuese, në këtë rast përmes avokatit tonë, që të kemi ndërmjetësimin ligjor, të shterrëm mundësinë ligjore për të shkuar me hap drejt greves. Mirë po, menaxhmenti është përgjigjur dialogut social dhe kemi biseduar me 21 janar të këtij viti dhe ata kanë thënë se duhet të presëm deri me 16 shkurt në pasqyrat financiare dhe bashkarisht të vendosëm për kërkesat tona, në realitet për ngritjen e pagave, nivelizimin e pagave për punëtorët e sigurimit fizik dhe të tjerat që i kemi pas si kërkesa, dhe ne kemi vendosur të presëm deri atëherë, pasi që po dojmë të shterrëm këtë mundësi. Në rast se jo, atëherë ne do të vazhdojmë me statutin sindikal, në përputhje me të veprime do t'i bëjmë deri te greva dhe realisht është e domosdoshme ngritja e pagave të punëtorëve të Kekut, sepse në aspektin e asaj të ndërmarrjet publike, po edhe private, paga e punëtorëve të Kekut ka metur e vogël krahasimisht me ato se çfarë e bojnë punën. Po ne kemi pas që është dikon rreth 750 euro paga mesatare e pagës bazë të flasëm, jo për atë pjesën që punojnë jashtarare dhe për atë pjesën që punojnë punëtorët me ndrrime, po për pagën bazë po flasëm, dhe paga bazë është dikon rreth 750 euro, ndërsa në sektore tjera është shumë më e lartë krahasimisht me Kekun. E për këtë arsye, ne shumë herë jemi në konflikt me Kekun për arsye se ata nalën shumë punëtorë jashtarare dhe punë sekondare e shtyjnë si pagë mesatare, gjë që nuk është reale, se ne mund të punojmë edhe jashta Kekut, edhe në punë sekondare dhe ata nuk mund të quajnë ato si pagë mesatare. Realisht ne pagën mesatare bazë kemi 750 euro, dikon rreth 750 euro dhe kërkojmë që pasi që kryeshefi ka thonë se paga mesatare në Kek është rreth 1100 euro, na s'po dojna me aprish, kemi qatë kërkesë që të bojmë, pagën mesatare 1100 euro dhe faktikisht është 350 euro diferenca. Po faktikisht ne nuk kishim pas dëshirë asnjëherë me bë grevë, mirë po ne kemi shterë të gjitha mundësitë e negociatave dhe të bisedimeve dhe ndërmjetësimit, edhe ndërmjetësimin ligjor, kështu e ka refuzu Keku duke u bazuar me ata se ne po dialogojmë. Dialogu duhet të ketë fund dhe fundin e ka pasqyrat financiare, pra në fund të shkurtit na do të vendosim në rast se nuk ka ngritje të pagave dhe të kënaqshme për punëtorët e Kekut, atëherë do të vendosim për masat sindikale që i kemi në bazë të statutit sindikal, ligjit për greva dhe ligjit për organizim sindikal. Janë 4000 punëtorë të Korporatës Energjetike të Kosovës, kohëve të fundit, pas dialogut në shkas për përçamje me punëtorë që ne e konsiderojmë kështu, ka ndodhur me 23, na me 21 kemi bisedu, pa paralajmërim me 23 shkurt i nda për 400 punëtorë të Kekut nga 200 euro, gjë që don të krijoj përçamje, gjoja se vendimi i tyre është se ata kanë punuar me 3 bloqet në termocentralin Kosova O. Ne nuk jemi kundër asaj, sepse ata e meritojnë gjithsesi, po e meritojnë edhe pjesa tjetër e cila nuk janë prekur sepse janë zinxhir. E në Kek nëse nuk punon në formën zinxhirore, kudo që të kputet ajo hallka, ndalet prodhimi i energjisë elektrike, sepse në rast se nuk furnizohet me thëngjell, në rast se nuk bëhen punë që ndërlidhen me prodhimin, atëherë do të ketë edhe ndalje të prodhimit dhe do të ketë pasoja. Pra ne e konsiderojmë këta që menaxhmenti ka dashur të përçojë punëtorët, mirë po punëtorët për fart mirë janë unik për ngritjet e pagave edhe për kundër kësaj dhe për këtë ndasi dhe për këtë diskriminim që është bërë ndaj punëtorëve të tjerë, avokati ka përgatitur padin gjithësore që të bëjë në mënyrë administrative që të nxjerrë për të gjithë punëtorët këto mjete. Punëtorët përballen me kushte të vështira të punës, edhe po të kenë të gjitha pajisjet personale mbrojtëse, ne e dim terrenin e sidomos në përmihje, atje ku nuk ka as rrugë që mund të ecë automjeti, shkojnë domethënë duke ecur dhe nuk kam kpucat punës, nuk kam pajisjet mirëfillta, ka raste kur punëtorët e rinj që i bin ato
i marrin edhe pajisit vet i blejnë me qëllim që mos të kenë pengesë në këtë drejtim dhe edhe përkundër kushteve të vështira, këta punëtorë kanë dhënë gjithçka nga vetja, vetëm të ketë prodhim stabil dhe kur të shkojnë në shtëpitë e tyre të kenë energjinë, domethënë prodhimin energjik.